Biznesmeni Begjet Pacolli ka bërë reagim në rrjetet sociale lidhur me tensionet e regjistruara para ditën e kësaj të hënë në kantierin e aeroportit të Vlorës, ku kamion të 2A Group kishin bllokuar hyrjen. Pacolli shkruan se kjo tashmë nuk është vetëm një konflikt biznesi, por një çështje më e thellë. Ai shkruan se shteti duhet të ndërmarrë veprime kur një aktivitet i ligjshëm bllokohet sipas tij me roje private dhe mjete të rënda. Grupet kriminale prap kanë bllokuar aksesin në aeroportin e Vlorës, ku Mapco ka investuar mbi 310 milion euro. Apelojmë të SPAK që të fillojë hetimin e thellë. Nuk është çështje konflikti, është çështje më e thellë. Nëse secili në këtë vend mund të marrë disa roje private, të bllokojë hyrjet daljet, të pengojë zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe të imponojë vullnetin e tij me forcë, atëherë jetojmë në Republikën e Shqipërisë apo në Republikën e rojeve private? Çfarë roli kanë rojet private në këtë vend? Si është e mundur që një kompani private të vendosë se kush hyn e kush nuk hyn në kantier, pavarësisht vendimeve të asamblesë së ortakëve, pavarësisht vendimeve të gjykatës së lartë dhe pavarësisht kërkesave të institucioneve shtetërore, shkruan Pacolli. Biznesmeni shton se është vënë në pikpyetje autoriteti i shtetit dhe ekzistenca e shtetit ligjor. Ai thotë se punonësit e Mapcos po përballen prej javësh me pengesa dhe se sot u pa hapur sipas tij mos zbatimi i ligjit dhe privimit të drejtës për veprim dhe lëvizje. Nuk po diskutojmë më për një konflikt biznesi, po diskutojmë për ekzistencën e shtetit ligjor. Është vënë në pikpyetje autoriteti i shtetit. Shtrohet pyetja themelore, a zbatohen vendimet e gjykatës së lartë në Republikën e Shqipërisë apo jo? Sepse nëse një vendim i formës së prerë i gjykatës mund të bllokohet nga një grup njerëzish me kamion dhe roje private, atëherë problemi nuk është më aeroporti i Vlorës. Problemi është vetë shteti ligjor. Prej muajsh Mapco po përballet me pengesa të vazhdueshme dhe të papranueshme. Prej javësh po shohim vandalizëm, bllokime, dëmtime të pronës dhe pengim të punimeve. Po shohim moszbatim të hapur të ligjit para syve të gjithëve, si dhe privim të së drejtës për veprim dhe lëvizje, shtoi Pacolli.